Edhe sikur ti të thuash që ke bërë me qëllim të keq, unë jam shumë i pastër me veten time në këtë situatë sepse unë e di qëllimin real të asaj gjë sa ke parasysh. Në dhemë dhe mënyra si reagoj ai pastaj. Miri. Ajo më dhemë shumë. Miri. Mund të rri dhe një javë pas sigare, s'ka farë. Rozhlla, sa e fika, nuk dua. Po që jo Kristit, po një që nuk ja lejo. Nëse njerëz të tjerë mos e lejo, domethënë të flasim për këtë situatë, në qoftë se ka dy njerëz që mund ta shfrytëzojnë këtë situatë dhe të ngrenë debate, ata jemi ne të dy dhe ai ta bëjmë të madhe tash, por ne po gjejmë gjuhën qytetare për ta folur. Nëse është një shok i vërtetë, si thot, vjen thotë, a flas ti një sekond, desha me të fol për këtë situatë, se kisha mendoj që kështu, jo, ti mua më ke dëshpëruar, ti ke bërë një gabim të madh, gabimi më të madh e ke bërë ti sot. Kështu a din të më fol kështu kësi gjana. Ti nuk ja, a din më foli shumë mënyrë të keqe, nuk ja lejoj as Kristit, as kushtit fare. A ki shkrep së bërë? Na. Kape, briken. Na, okej. Fal. S'ka problem, jo? Nuk ja la për kujna me mandej. Ne e kena si respekt, që. Faleminderit shumë. Ja kanë thënë të tërë tek. Po jo, e shu e kemi. Ne kena bo ndryshe, ne kena bashkë Edhe kaq. Po që unë jam kënaqur gjithmonë me ty, kupton. Edhe në thjesht më nesha Po pikër, po prandaj, Edhe në atë momente thjesht se kuptova pra, gabimi im. po që Gabimi im. Ti shumë mirë bëre që shfrytëzove, funda në këtu jemi në një lojë, ke parasysh shumë mirë edhe që e fole. It's okay, në fund fare jemi kundërshtar, edhe nëse e ke bërë me qëllim të atill pra për mua është okay. Edhe sikur po them. po mu lëndën gjitha, se unë kesh të lëndë edhe erdhë Ronaldo hyri. Do të thënë, se të thjesht ide do të thënë që mua më mori malli për ty. Unë vija te dera të zesja dorën të preka, aty po qeshnim. Nuk e prita që ti do reagoje në atë lloj mënyre, realisht nuk e prita. Asur nuk e prita që... A kupton? Po që... Nashta veç që në keq kuptu dytë dhe në rregull. Gjithsesi unë mbaj pasojat, nuk jam tip domethënë që u shmangem përgjegjësive apo pasojave të mia. A din çfarë? Në qoftë se publiku e gjykon ashtu, it's okay edhe për mua, më kupton? Po thjesht unë nuk e di si është perceptu jashtë, a kupton? Nashta a din edhe personi familjarët e janë e gjëja një keq analizane se nuk e kuptojnë. Unë e di çfarë personi je dhe di që shumë mirë që ke bërë thjesht për shaka, dëshe me më bërë me folje këtë në rregull. E bëra vetëm me ty, se të tjerëve thjesht u vërtita nga një, domethënë këta bënë orë të rinj që nuk e një fare, nuk ja u varr as nuk pata pi kontakti, mund t'i pyesësh. Vetëm me ty u mora. Dhe u çudita shumë kur tha 15 minuta, 20 sekonda, miku mend fare. E ke pasur se asë nuk e kuptova si ku ka gjatë, mua më është dukur 2 minuta i fare. Më kupton çfarë po them, thjesht një mënyrë për të argëtuar, për të shmallur me ty disi. Më kupton çfarë po them? Nuk e prita fare domethënë që ti do trajtoje në atë lloj mënyre. Të betohem, në asnjë moment, Ti shkoj, dëgjova ka që po thoshin që briken apo është për të zonë, briken apo bën alarmant dhe thosh wow, aty unë ndjeva keq. Dhe thjesht prita momentin që ta shoh. Që ta flisni. Jo, besoj. Edhe që më thonë. E tash shumë mirë, Edhe mënyra se më dhe dorën atë kur i ka prapë më lëndoi, kur i këtë që tha do ktheheni prapë në akvarium dhe kishim mundësi të flisim, nëse më dhe dorën kështu dhe i ka prapë më vrau. Një sekond, nuk është mundësia me fol një minutë. Në atë moment që ishim këtë bashkë këtu përshëndet për me hymena, kupton? Mënyra si? Nive na thanë futuni në akvarium. Qa me fola aty kur thët futuni në akvarium, a jena të fola që je i shpërqendrum që në folu me një moment? Jo, thjesht më troqi në mendin dikush aty për. Tash, në momentin që na thanë futuni në akvarium,